Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ka takuar të mërkurën zëvendës kryeministrin e detyrë Besnik Bislimi gjatë vizitës që ai e quajti normale në kuadër të angazhimeve të tij. Pas takimit në qeveri që zgjati më shumë se 1 orë, Sorenseni nuk pranoi të komentonte lidhur me të ardhmen e këtij procesi. Sot jam në Prishtinë si pjesë e ushtrimit të mandatit. Ekipi im dhe unë jemi duke zhvilluar vizita në nivel pune. Kjo është pjesë e zakonshme e misionit ton dhe do të shihni edhe vizita të tjera të ngjashme në të ardhmen. Jam shumë i lumtur që jam këto. Nga këto do të vazhdoj për në Beograd dhe më pas do të kthehem në Bruksel. Kaq për tani. Sipas komunikatës së qeverisë, Bislimi dhe Sorenseni diskutuan për rrugën përpara drejt zbatimit të marrëveshjeve që janë arritur deri tash. Biseduan rreth zbatimit të marrëveshjeve të ndryshme të nivelit teknik, e mëtej u theksua edhe rëndësia e fillimit të diskutimeve të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit zbatues të Ohrit në kuadër të procesit të dialogut. Paraprakisht Sorenseni takoi komandantin e KFOR-it në Kosovë, Enrico Bardoani. Në një postim në Facebook, nga KFOR-i thanë se ata shkëmbyen mendime lidhur me zhvillimet e sigurisë në mbar rajonin. Kjo ishte vizita e dytë e Sorensenit në Kosovë prej se mori detyrën në fillim të shkurtit dhe u bë në kohën kur Kosova ndodhet në ngërç institucional, pasi nuk po arrin ta konstituojë kuvendin më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Nga paraardhësi i tij, Miroslav Lajçak, ai trashëgoi një draft statut të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ku Kosovës ju kërkua formalizimi i tij. Për asociacionin, presidentja Vjosa Osmani pati thënë se drafti bie ndesh me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e parë me Sorensenin e vuri parakusht asociacionin për normalizim të marrëdhënieve.